Byrek i shpejt dhe i shishëm me spinaq përgatitet për 5 minuta. Si fillim për këtë recetë do të na duhet një pako pete gatshme. Petet që unë kam përdorur ka brenda 15 pet. Për ata që jetojnë jashtë, këtë lloj petesh mund të gjeni tek dyqanet turke. Do vazhdojmë t'i presim siç e shikoni në video. Pasi kemi prerë, do fillim t'i ndajmë nga njëra tjetra. Do t'i lejmë pak më njanë, ndërkohë që do të përgatisim mbushjen. Për mbushjen do të na duhet rreth 300 gram spinaq, pak vaj dhe krip. Do ta shtypim mirë me duar për disa minuta derisa spinaqi të rregjohet. Dhe më pas do të i hedhim rreth 200 gram djathë të grirë. Mund t'i hedhni dhe gjizë, nëse keni. Do vazhdojmë ta përzijim. Ndërkohë në një enë tjetër do të hedhim rreth 500 ml qumësh, 2 vezë, 50 ml vaj dhe krip. Do t'i përzijim mirë. Tashmë do vazhdojmë me shtrimin e petëve. Tek tava poshtë kam vendosur letër pjekje. Do të marrim një pjesë të petëve dhe ta shtrojmë poshtë në tavë. Do ta përhapim mirë për të gjithë tavën. Do të hedhim pak nga masa e qumshit në mënyrë të tillë që petet të zbuten. Dhe spinaq. Do ta mbulojmë të gjithë sipërfaqen e petës me spinaq. Do të hedhim një shtresë tjetër me petë. Do t'i zbusim përsëri me qumësht. Dhe sipër do t'i hedhim pjesën e mbetur të spinaqit. Në fund fare do të hedhim dhe pjesën e mbetur të petëve. Dhe sipër do t'i zbusim me pjesën e mbetur të qumshtit. Në fund do t'i hedhim sipër gjalp. Gjalpi jep një aromë dhe një shije shumë të mirë byrekut. Dhe do ta vendosim në furrë të parangror me 180 gradë për rreth 30 minuta. Pas 30 minutash në varësi dhe të furrës, byreku është pjekur. Do ta lejmë të ftohet pak. Do ta kontrolloni nëse është pjekur dhe poshtë dhe më pas do ta presim. Tashmë byrekun e kemi gati për ta konsumuar. Nëse e provoni në këtë mënyrë, ju bëft mirë. Dhe nëse video ju pëlqeu, mos harroni të bëni like, koment dhe ta ndani atë me miqtë tuaj. Shumë faleminderit që më ndiqni.